Muaj më i bekuar në mesin e besimtarëve është muaji i Ramazanit, muaji ky që simbolizon afrimin tek Zoti, pastërtinë shpirtërore, mëshirën, faljen, njëkohësisht është një kohë shumë e veçantë dhe artë që duhet i kushtojë rëndësi besimtarit për vetë disiplinë, reflektim, si dhe afrim tek Zoti i Madhëruar nëpërmjet agjërimit, nëpërmjet namazit, nëpërmjet leximit të Kuranit, nëpërmjet bamirësisë dhe çdo vepër që e bën Zoti. Çdo vepër e mirë që bëhet në Ramazan shumë fishohet shpërblimi nga Zoti i Madh për çdo bamirës, për çdo vepër mirë, dhe kjo nxit besimtarin që të shtojë veprat e mira, nga se shpërblimi është më i madh se sa jashtë Ramazanit. Dhe është muaj, përveç se është muaj i Kuranit, është muaj i bamirësisë, i faljes, i mëshirës, dhe është muaj i garave, në farformë me quajtur ashtu, se cili prej nesh jemi më vepër mirë. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, të dashur miq të rrethis, duke ju uruar Ramazan të begat, agjërim të lehtë dhe të pranuar. Mirë se takohemi sërish në ciklin e radhës të emisionit Divani nëpër Kosovë. Sot jemi në një xhami këtu në kryeqytet, ku do të bashkë bisedojmë me imamin e kësaj xhamie, Labinat Efendi Maliqi, për aktivitetet që i ka kjo xhami kushtuar muajit të Ramazanit. Andaj mos u ndani nga kanali rrethis dhe shihemi pas pak me hoxhen Labinat Maliqi. Selamu alaikum. Faleminderit që ndave për kohës tonë të angazhuar për një intervistë për rrethej. Me shumë kënaqësi. Jemi në muajin e Ramazanit, edhe dëshira jonë është pak me të pyet se simbolikën e Ramazanit për jetën e muslimanit. Çfarë simbolizon Ramazani në jetën e muslimanit? Natyrisht, muaj më i bekuar në mesin e besimtarëve është muaji i Ramazanit, muaji ky që simbolizon afrimin tek Zoti, pastërtinë shpirtërore, mëshirën, faljen, njëkohësisht është një kohë shumë e veçantë dhe artë që duhet i kushtojë rëndësi besimtarit për vetë disiplinë, reflektim, si dhe afrim tek Zoti i Madhëruar nëpërmjet agjërimit, nëpërmjet namazit, nëpërmjet leximit të Kuranit, nëpërmjet bamirësisë dhe çdo vepër që e bën Zoti. Pavarësisht a është e vogël apo e madhe, Zoti nuk e shikon sasinë e veprës, por e shikon niyetin dhe motivin që e nxit njeriu për ta kryer një veprim të caktuar. Natyrisht tek Zoti nuk humb asgjë, sado që e vogël të jetë një vepër e mirë, tek Zoti do të gjendet dhe do ta marrin shpërblimin secili. Falenderoj. Na këtu po disa lëvizje të pretenduar se janë disa aktivitete. Na tregon pak cilat janë aktivitetet të cilat ju i keni të angazhuar apo të planifikuar për muajin e Ramazanit. Xhamia jonë, falë Zotit, është gjatë tërë vitit është në plot aktivitete, edhe të bamirësisë, edhe të edukimit, edhe të humanizmit në forma të ndryshme, jo vetëm me pak ushqimore, por duke u lehtësuar njerëzve brengat, shqetësimet, nevojat që i kanë. Ndërsa në mënyrë të veçantë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, tani më është traditë në xhamin tonë që të shtrojmë iftar gjatë tërë Ramazanit, dhe tani është viti i tetë që xhamia jonë shtron iftar që nga dita e parë deri në ditën e fundit të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Dhe kjo bëhet natyrisht falë kontributeve të besimtarëve, në mënyrë vullnetare të cilët participojnë në forma të ndryshme për të mbuluar këto nevoja. Pastaj, përveç shtrimit të iftarëve që i bëjmë gjatë tërë këtij muaji, është më theksuar edhe humaniteti apo shpërndarja pakeve ushqimore. Ani pse gjatë tërë vitit, s'pako 30 pak ushqimore i kemi dhe i shpërndajmë gjatë çdo muaj. Në Ramazan vetëm se shtohet numri i tyre me një intensitet më të lartë për shkak të rritjes së kontributeve që i bëjnë besimtarët. Dhe kjo në farforme është një përgjegjësi, është nga pak lodhje, mirë po kur bëhet për hir të Zotit dhe kur e shohim se po mrrin tek nevojtari,
atëherë ndoshta më shumë përmbushemi ne se sa vetë ata që e marrin atë ndihmë, për shkak se sikur që ata kanë nevojë t'ju lehtësohet sa do pak me gjëra ushqimore, nevojat e tyre t'ju plotësohen, edhe ne kemi nevojë për të pasur problem dhe për ta ushqyer humanitetin ton, njerëzillëkun ton dhe me çfarë Zoti na porosit. Po Gjendru, ne kemi pa disa ndihma që i grumbullon ju edhe jashtë muajit Ramazanit. Pse Ramazani i veçum me këto ndihma edhe me iftara? Natyrisht ky muaj i bekuar i dallum prej Zotit gjithësisë, çdo vepër e mirë që bëhet në Ramazan shumë fishohet shpërblimi nga Zoti i Madh për çdo bamirës, për çdo vepër mirë, dhe kjo nxit besimtarin që të shtojë veprat e mira, nga se shpërblimi është më i madh se sa jashtë Ramazanit. Dhe është muaj, përveç se është muaj i Kuranit, është muaj i bamirësisë, i faljes, i mëshirës, dhe është muaj i garave, në farformë me quajt ashtu, se cili prej nesh jemi më vepër mirë. Natyrisht që çdo vepër të mirë që e vojmë vetëm për hir të krijuesit, duke e ndarë të mirën tonë përbashkët me krijesat e tij, me ata sidomos që kanë nevojë dhe kanë më pak se ne. Gjendru, thatë më herët që iftarat i keni nga xhamati, prej qytetarëve. Sonte, keni iftar këta? Po, çdo ditë kemi iftar. A keni prej xhamatit apo dikujt tjetër? Natyrisht, gjitha iftaret i kemi nga besimtarët shqiptarë në Kosovë, në Mërgat, kështu me radhë. Po participon edhe Mërgata për këto? Më shumë i kemi këta që janë shqiptarët vëllezërit tonë në Kosovë, por janë edhe disa iftare të mbuluara nga vëllezërit tonë në Mërgat. Po shumica mbulohen financiarisht nga besimtarët, deri më tani janë mbuluar në shumica nga besimtarët që jetojnë në Kosovë. Pra iftarët tona janë të hapura në parim. Mund të vijë secili që është agjërueshëm, por në mënyrë veçantë janë të mirëpritur studentët, familjet që kanë nevojë, familjet që kanë jetim dhe natyrisht kanë nevojë t'ju lehtësohet ana ekonomike. Ndërsa për participimin në iftaret tona, ne nuk e kemi ndonjë shoqat apo ndonjë shtet që i mbulon, nuk kemi dashur që t'i kemi për shkak se si populli më human, ndër më humanët në botë, gjatë këtyre 7 viteve të kaluara, çdo herë iftaret tona janë mbuluar suksesshëm nga besimtarët musliman të Kosovës. Prandaj nuk kemi menduar dhe nuk duam të mendojmë se nuk ja arrim t'ja dalim. Dhe këto kontribute ne kërkojmë që të bëhen lehtësisht, pra tek ne është e mirëseardhur ushqimi, dhe ne kemi nevojë që ushqimi të vijë në sofrën tonë dhe jo detyrimisht mjetet parat. Pra, kush dëshiron të kontribuon mund t'i orientoj mjetet e tyre tek cila do kuzhinë, tek cili do restoran, tek cila do gjelltore, dhe vetëm me një koordinim të lehtë me ne që t'ua tregojmë përafërsisht për numrin e agjëruesve që mund t'i kemi gjatë asaj dite që besimtarët e zgjedhin të shtrojnë iftar gjatë asaj dite. Prandaj tek ne është e rëndësishme të vijë vetëm ushqimi. Pra nuk është patjetër të vinë mjetet, sepse kjo është një mënyrë më e lehtë edhe për ne, po edhe për kontribues dhënësit. Prandaj e lutem Zotin që ta shpërblej secilin që po vazhdon të kontribuojë për mbulimin e shpenzimeve të iftareve tona. Natyrisht që si muaj edhe i bamirësisë, natyrisht çdo bujari dhe bamirësi në këtë muaj është shumë e lavdërueshme dhe e shpërblyeshme prej Zotit. Në mënyrë të veçantë shtrimi i një iftari për agjëruesin, siç thotë edhe i dërguari i Zotit Muhamedi, lavdatat dhe bekimet e Allahut qofshin për të. Kush i shtron iftar një agjëruesi e ka shpërblimin njësoj sikurse të tij, pa ju paksuar asgjë nga shpërblimi i agjëruesit. Prandaj është një motiv që kontribojmë në shtrimin e iftarëve jo vetëm në xhamin tonë, por kudo që kemi mundësi, ta bëjmë për shkak se shpërblimi është shumë i madh. Allah shëllit, po Gjendrum, falenderoj për kohën që ndodhëm ne dhe xhamateve që kanë filluar me orë për falën e akşamit, iftarit të vazhdojë pru. A bën një mesazh për fund dhe falenderoj. Jeta është shumë e shkurtër. Ta forcojmë lidhjen me Zotin sepse ai e meriton që ne të mbajmë lidhjet me të dhe ta ndëgjojmë maksimalisht, sepse askush më shumë se Zoti nuk e meriton të ndëgjohet, dhe askush përveç Zotit nuk e meriton të adhurohet.
Të shtojmë veprat e mira, të bëjmë sabër maksimalisht, nga se Zoti don shumë durimtarët dhe ka përgatitur pikërisht edhe xhenetin për durimtarët. Dhe lutim Zotin që nëpërmjet këtij agjerimi që po e bëjmë, të bën Zoti shkak që të hyjmë në xhenet nga dera Rayyan. Allah shpëleft, të falenderoj, lutem Allahun xhallal shanahu që t'ju jap të mira shëndet juve, familjet dhe gjithë ata të cilët po kontribuojnë për këto aktivitete të juaja edhe për iftarët që po i shtrojnë në këtë xhami. Iftarët e këndshëm, faleminderit shumë. Selam aleikum. Allah shpërblet punë të mira. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pra të dashur miqtë e mi, ishim tek xhamia profesor doktor Bedrik Hamiri, ku është imam Labinat Efendi Maliqi. Morëm një intervistë nga hoxha dhe falë namazin e akşamit, bënëm iftar, lutim Allahun e madhreshëm që të shpërbej hoxhën, xhamatin dhe të gjithë besimtarët dhe besimtaret, të shpërbej për ibadetet që i bajnë gjatë këtij muaji të shenjtë agjerimit. Lutim Allahun e madhreshëm që ky Ramazan të jetë një reflektim për gjithë muslimanët anë mban botës kudo që janë, që të jenë të dashur, të bashkuar e të afrohem qysh janë Ramazan edhe jashtë Ramazanave. Deri në misionet e radhës, mirëmbëjtje, paqe dhe selamet për juve.